Mira të pranishëm nga i gjithë Kosova e më gjerë në respektin e fundit në omazhet ndaj Haxhi Thaçit, babait të ish-presidentit të Republikës së Kosovës Hashim Thaçi. Shteti shqiptar u përfaqësua nga një delegacion parlamentar në ceremoninë mortore dhe omazhet që u zhvilluan në Kosovë për vdekjen e Haxhi Thaçit. Morën pjesë edhe përfaqësues të lartë të politikës shqiptare dhe nga Partia Socialiste, ministri i shtetit për marrëdhëniet me parlamentin, njëkohësisht kreu politik i diasporës Saulan Balla, i shoqëruar nga ish kryeparlamentari dhe sekretari i përgjithshëm i partisë Gram Mozruçi, si dhe ambasadori shqiptar në Kosovë Petrit Malaj, vendosën tufa me lule dhe kurora në ceremoninë omazh. Kryetaria e Parlamentit shqiptar Elisa Spiropali tha se kujtimi i Haxhi Thaçit nuk do të shuhet kurrë, ndërsa organet e drejtësisë në Hag po shkelin çdo ditë parimet dhe shpresën që publiku kishte tek ajo. Shumë i nderuar e shumë i dashur Hashim, që na mungon në këtë përcjellje të babait tënd. Sepse padrejtësitë politike e kombëtare të burgosjes tënde e luftarëve të tjerë, sot ju shtua edhe një padrejtësi njerëzore e morale. Të dashur familjar e të afërm të atdhetarit Haxhi Thaçi, të dashur motra dhe vëllezër. Haxhi Thaçi, ky burr i shtrirë përpara nesh dhe për cilin morëm të gjithë rrugën për këtu në Skënderaj, është shembulli se si njeri i thjesht mund të bëhet një atdhetar i madh. Kjo është e mundur kur urtësia, njerëzillëku, ndershmëria, lidhjet e forta me njerëzit dhe përkushtimi i përditshëm i një burri që duket i zakonshëm, shumë fishohen, ndriçojnë dhe frymëzojnë përkushtimin dhe sakrificat për atë dheun, për kombin, për njerëzit. Bashkëshortja e kryeministrit Edi Rama, Linda Rama, tha se mirëkupton nënën dhe gruan e komandantit Hashim në këtë ditë, ku siç tha ajo, mungesa e dikujt nuk mund të konsiderohet më e madhe. Erdha këtu për t'i dhënë lamtumirën Bacës Haxhi, me respektin e thellë për këtë familje të njësuar me historinë e Kosovës, falnjërit prej djemve të tij Hashimit, po edhe të vllazëruar me familjen time përmes Hashimit. Kjo është një ditë e trishtuar. Dhe në këtë ditë të trishtuar jam këtu me ty, Nana Hyr, jo në këmbë të Edit, po në radhë të parë sepse e di mirë se çfarë do të thotë të jesh prind i një politikani e posaçërisht nëna e një politikani. E kam përjetuar pranë nënës së Edit. Dhe në këtë ditë të trishtuar jam këtu me të gjithë familjen tuaj, të cilës sot i mungojnë 2 burra. Fjalën e fundit në homazhet për Haxhi Thaçin e mbajti nipi i tij Endriti, djali i Hashimit. Falënderit nga zemra për ngushëllimet, për fjalët prekëse. Në emër të familjes Thaçi, në emër të babit, ju falenderoj për kujdesin dhe mbështetjen. Ju jemi mirënjohës të gjithëve. Gjyshi asnjëherë nuk është dorëzu përballë sëmundjeve. Shpresa për ta ritakuar babin dhe bashkëluftëtarët e tij në Hag ishte më e madhe se sa dhimbja e sëmundjeve. Besimi në pafajësinë e tyre ishte më i hekur se sa këtë akuza e padrejtë. Në muajt e fundit, çdo orë, çdo minutë, priste që babi t'ja hapte derën në spital. Nuk u dorëzua dhe u rikthye në jetë disa herë. 3 orë bashkëbisedim atë ditë ju bën 3 orët më të rëndësishme të jetës së tij. Një bisedë bab e birë. Që të dy e kërkonin lirinë, çlirimin. Dhe vdekjen e shpejtë të gjyshit e pash në fytyrën e babit kur doli nga spitali. Gjyshi i mbijetoi të gjithë vuajtjeve, dhimbjeve në për të cilat kaluam si popull. Por këto 4 vite nuk i mbijetoi vuajtjeve dhe dhimbjes nga padrejtësia. Mos pjesëmarrja e ish-presidentit Thaçi në ceremoninë mortore të Taadit gjalli reagime të forta nga klasa politike, por jo vetëm.